Kontrolle bazë shëndetësore nga muaji shtator për të gjithë grup moshat mbi 35 vjeç. Ky është propozimi i Ministrisë së Shëndetësisë në vendin tonë. Mirëpo si e presin të moshuarit të propozim dhe a është më shumë përfitues për këtë grup mosh? Edhe më përpara, ishte dashur. Po i qenë herë më mirë. Mendoj që është një nismë e bukur që ka bën Ministria. Ky propozim është pritur pozitivisht nga të moshuarit në Shkodër, të cilët e konsiderojnë si të drejtë dhe të nevojshme, duke theksuar se pikërisht pas kësaj moshe shfaqen më shpesh problemet shëndetësore dhe nevoja për ndjekje mjekësore bëhet më e madhe. Jena ma afër problemeve shëndetësore. I kjash një ma fundit i jepet. Unë jam 85 vjeç. Është diçka mirë, unë kam shku, kam bon, edhe privat se du me ditë vetin ku jam, kontrolin, pra se është mos dëshmëri. Unë i kam kalu 75, jam i 70, kështu që i përgëzoj, pra është i gjë, nismë e mirë. Ky ndryshim synon të forcojë kujdesin shëndetësor për grup moshat më të rrezikuara dhe të rrisë aksesin në shërbimet bazë, duke e bërë sistemin më gjithëpërfshirës dhe më të ndjeshëm ndaj nevojave reale të qytetarëve.